27 vjeç liri. Kjo liri ka nevojë që ta ketë rrëfimin e saj, të lavdishëm, të luftës për liri. Jemi sonte këtu me zotriun e nderuar Jeton Kuçi. Jeton, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm. Si je, Jeton? Mirë, faleminderit. Jeton, ju jeni prej? Prej Kotlinës Kaçanikut. Ka kuç në Kotlinë Kaçanikut? Ka kuç. Ka kuç, ha? Po. Jeni gjithë shumë vite aty? Jemi Den baba. Den baba den, se Den jemi baba. kuç tafërt me kuç të Pejës, të Vushtrrisë. Jemi me origjinë prej një venditar prej Shqipërisë. Fëtë dhe kush që kanë kriju malën e zi. Po. Faleminderit që je sonte këtu me ne. Faleminderit. Jemi këtu me zotrinun e nderuar Haxhi Çallahu. Haxhi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, përshëndetje, mirëmbrëma për gjithë stafin tu. Jam nga Komuna e Kaçanikut, vjen nga një fshat Gajre, Thirrët, afërsi qytetit është, por ndryshe aty jetoj veproj. Tani jetën. Aty, sikur të parët, ha? Sikur Den të parë, baba den, sikur gjyqje, vazhdon edhe Haxhi. babi edhe unë aty jetojmë. që luftoj për liri, po i shpëtoj luftës për të na rrëfy. Falë Zotit i shpëtova luftës bashkë me këtë shokun tim, nga fillimi ishim në luftë deri në mbarim ku ishim bashkë me Nazmiun gjatë luftës. E kemi këtu një pjesëtare të UÇK-s, të nderuar, që sigurisht ka qenë shumë e re në ditët e lavdishme të luftës, Eliverta Alia. Mirë se erdhe, Eliverta. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Unë jam Eliverta Alia, jam nga Pogradeci, po pseudonimin më shumë njohin Majlinda. Nga Pogradeci. Po. Eliverta Alia. Kam qenë në një studente e re, kur i kam gjutë këto protestat. Ku ishe studente? Në Tiranë. Në Tiranë. Akademinë Ushtarake. E shka kur e dëgjove? E kam lënë, domethënë kam qenë pjesa kushtrimin për liri? Po, edhe plus kam qenë nona e 2 fëmijëve, unë me gjithë burrin kam hyrë në luftë. Ishe nona e 2 fëmijëve kur erdhe në luftë? Po gjatë luftës e ke pas emrin e njëjt apo? Jo, aty e kam pas pseudonimin Majlinda. Kjo është një pseudonim se kam pas një motër para meje, ajo ka vdekë shumë e re, e me atë dëshirën e saj unë e kam plotësuar. E ka rrugën e Po, edhe sot e sot unë atë emër e mbaj. Jemi këtu edhe me zotrinë e nderuar Faruk Hajdini. Faruk, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, mirëmbrëma. Si je Faruk? Mirë. Faruk, ju vini prej? Ferizaj. Ferizaj. Asa dojna me thonë Ferizaj. Ferizaj, tamam. Ashtu. Sa vjeçar ishe kur shkove luftë? Po luftë kam qenë 20 vjeçar. I kom bush 20 vjetë, faktikisht në luftë. Ku i bushen luftë? Luftë 20. Ja marrë për Gjermanisë. A, edhe prej Gjermanie? Në Gjermani kom jetu vetëm 3 muaj. Shkove më herët? Shkova se një vesh sërbet në morën një noti, mu më rrën, ku tako ishin, a? Ku më ka taku? Ma më rrën një noti, ashtu, edhe më patën rrej 24 polec, u më lanë që thojnë, ka qenë në natë Bajram me adet, edhe... Ku në Ferizaj? Ferizaj, stacion policijës, 24 polec. Se harraj atë... Në stacion, 24 policione? 24, ka qenë vakti drejkës tive. Fati jem me ongrat rej ma ka lablek. Edhe të ashtë në mazë më rrehen ata, në e banën atë qefin 24, se po del të ashtë edhe 25. Po pse të arrestun? Po unë isha të punu, për me moj familjen. Punë isha me cigare. Me cigare. Edhe shka më interesant me 7 paqeta më kanë gjithë. Ka pas tjerë me shtega punë ishin nuk i ngoshin, mu me 7 paqeta... Ta kanë vnu pike? Ma vnu pike. Edhe më e keqe që më rrenë nërë si babës. Edhe i thike baba po ndromi o bije, i thike ati në polisi, po ndromi me birin tem, me djolin rrehu mu, ma fështirë nuk jesh. Edhe shkove në Edhe ative nuk ju dëke interesant pëse më rreshin e to, mu më quba dhe në stacion, se e dishin ata shka bujnë. Edhe stacionu më rrenë 24 polec, edhe po më thojnë del të ashtë. Tu dol një polici ma mazun i derën, i madhë, po du me i nërmjet kamve nuk më lejajke, i ngushtejke kam, nërës jetla, i ngushtejke nërës jetla, po thot je i lirë. Ta man jam nisën, pëndrejnë kryu më ka qitë për toke. Edhe jam nisën një rrugës, po vazhdej që shtu zhakë, se s'ku cisha mu që në kom, unë për cjelëshin. Një nep edhe po kalan atë pari, tu që u dhanë pazar me shqitë, se në të bajrami, o doj, thash ka të kam bohat një më, thash doj lërgohu. Së unë i rret isha. Kur edhe të shpia, ishim bo dhej edhe familja, kuptohet, aja.
Tani mama më nunat piken që thove ti, nuk u dzësha me nej këtu se kum poshë në marshin. E u detyrova me do në Gjermani. Si dole Në qytet përfundove në Gjermani? Në Gjermani kam qenë Milhazën Thuringen. Thuringen, 3 muaj me nëzi që kum nejt. Edhe kur erdhen puna mu këthy në Kosovë, edhe erdhen ata me orë vullnetar ku shvje për Kosovë. Ishmi në dhomë dikon në 30 e dishka vejt. Kur erdhen ata ku shko vullnetar me orë Kosovë, i pari që i gishtin, tha, Sovjet i ki 9 mëj. A e di për familje tonë, i sen, thash, ja s'di sen, se s'dishmi, se s'kishmi kontakt me telefon, se luft, kuptu. Tha ti ju, për s'dyti po dhe t'apet, a ka me orë në Kosovë, as njës që ngeshtë, në apet, për strejt apet. Kjo thotë o burra që unë tha se kjo 19 vjeqari po vje ju, mu bashkan gjithë edhe 2 shokë, erdhëm luft, po më tjetër anë dhe në tash luft, më thirë dikush telefonat në Gjermani. Pe kopi telefon, për dhamë kush je po fuli, për s'ma prezetën emim, për dhamë, po më vetë Kosova ke morë vesh në i sen. Thash ju, tha babën, tha ta kanë mytë. Po ma dhonat të fundit të tjilnimin, edhe unë tash vinë Kosovë, e kry luftën si o ma mirë. Që erdhe edhe në për Italinë? Ko më ardhen për mes Austrijës, me autobus, edhe në Itali mirë, në Itali edhe kena zbrit në deti atë në Shqipëri, në Dorës, në parë Dorëse. Po edhe erdhëm në luft, ndoshti zoti pështum, babën ma kanë rej shumë, sërt ma kishin rej, po edhe i ka pështu jetën në Danimark. Jeton akoma? Jeton në Danimark. Ku jeton? Në Danimark. Në Danimark? Po. I ka brit e thyne, i ka me kalash dham të thyne, kuptuat ata, ka e kanë shtindu. A gjatë luftës përfundojnë Danimark, ha? Po gjatë luftës. Po shko më interesant ata e kanë di që unë jam jetoj në Gjermani, e kanë morë sëpt e kanë rej babën me fotografi të emën, që në kanë fotografu shëshnija në luft. Edhe baba rej me fotografi të emën, baba nuk e ka di që jam në luft. Ka menu montaj. Ka menu që jenë Gjermani. Montaj kanë bo këta. Bukur shumë, jemi këto edhe me Nazmi Hasaj, Nazmi mirë se erdhe. Mirë se gjeta, mirë Para se me hyrë të the që ashtu gjithë i fundit kom më karo hise. Qashtë onë, pak për shukë kom qëllu si tolerant. Unë em Nazmi Hasaj, pi komunës Kaçanikut, jetojme një fshat ofër komunës Kaçanikut, në mes të perizojtë të Kaçanikut që quhet Gabric. Jam krenor shumë me atë fshat se ka pos shumë ushtarë të QK-s, ka invalida, kena dëshmor, e jam shumë krenor për atë fshat që kam lind aty. Kur shkove në QK, në realitet? Para se me shku në QK, se është një rëfem shumë i dhem shumë i jemi, që më dridhët ke trupi, atë shumë apatën rej babën sërpt, me gjithë vëlla, që 56 vjetë më ka vdek baba për 2 javë. 56 vjeqarë. 56 vjetë, kurse vëllau në mbinë 2 mujtet asë në gjithë s'ka mujtë me livrit, që për torturat në dheja. Edhe në dëgju që po është një gropi o QK-s, me shok, të pare njeri që kom taku Hajrosh Kurtin, thash Hajrosh do të me shku gjithë qysh Shqipëri. Edhe kanë formu një grop të QK-s me 18 korrekt, 98 kena auto për Shqipëri. E kanë formu kush? E keni formu bashkë? Shok. Po, kanë orë prej. Aty në fshat? Jo, gjitha fshatat. Gjitha fshat? Po, Ninka e Dogona e Eliezat e Bajnqe, Dura e Gabric, e na bon një 24 vetë, edhe kena auto rrugën e kena morë për Tropoj, për Shqipëri. Aty jena pregadit një 6 javë det. Në Tropoj? Tropoj, pe Tropojës kena shku në Krum, pe Krumës në Sand, pre Sanit kena ronë. Ure gjatë rrugtimit, po ta teloshe, për ngarkesë sa që të modhe që kishme në Korriz, e theva komën e djatë, 2 bilizykt edhe femrën. Edhe meta të naune në kufe aty. Kishit shumë ngarkesë? Ngarkesë, mbi 70 kg i kena posë. Mbi 70 kg? Mbi 70 kg, qaqë dëshire e modhe që të bina qaqë shumë armatim në Kosovë, t'ju obi shokve. Une me mytë që edhe 2 vllazit me t'i furnizoj me armë edhe t'ju bashkan gjitë me u QK-s. Aty e theva komën edhe onal me met balashi edhe set malsiu ka ne ton ditën aty. Ato aron në Krum aty, këto në Krush. Prej Krushës ka orë një grupë, më ka morë aty, prej aty të na kina pushu pak aty në Krush, të na kina shku në Rrugovë të Hasit, në Rrugovë të Hasit janë pregadit. Shok, para më nëgjezit me rrua, unë e meta me një kushëritemin me Heredin Hasaj. Me komën e thymë se isha i paliveshëm. Aty një 5-6 javë të na shep,
hoti, më ka marrë mu, më ka prunë shpe. 5-6 javë beta. Aty i palëveshëm jam konë, do me onë 3 herë më ka roli kura e komës qatë shumë. Në ndoni familje? Po, familjen e shep hotit. Të mashin ilegal. Po, aty në not, edhe ma kanë për mjekon, më ka mjeku aty, po nuk ishin rrethonat për me shku në spital. Edhe kur e dhe momentin ma të fështire në kum pas kur kum hinë në barë, kur e posh asë një antar të familjes, nuk e kisha pas në shpe. Pse kishin? Kishin... Ofenziva dhe kishin... Po, i kishin largoj, i kishin sulmu ato edhe u takova me një këjshi, tha, familja jote gjindhet te motra. Edhe aty me një këjshi, shkum me kermë qaj, te motra, nuk më pushu asë një orë, kur dhonëre tha, për vlavon e dytë. Tha, Islami, tha, u përlagu, tha, dhe keq. Tha, sho, vesel trego ma o vrau, jo, tha, 2 durë tha i ka asë. Edhe sot a dit i ka dorë gishtat e këpot. Të 2 durëve? Jo, dorën e majt i ka gishtat e këpot. Edhe mo, nëse mo, mas anena u këthy ma 5 fshat, tëra ma arrestu në vlavën e dytë, që është sot dëshmor, e ma kalon veç një djallaj, e ka kry shkollën, ka kry fakultetin, po mërzia me madhe është që nuk mujti me gjithë punë këto, fizikterapien e ka kry, edhe u punësu në Gjermani. Do me oni ka pos disa oferta, veç i ka apliku në Gjermani, djalli dëshmorit këto nuk patku. Rëfimet tuja janë shumë të thella, shumë, sepse janë betejat janë. Jeton, kur shkove në QK? Unë në QK jam bashkangjit me 26 shkurt 1999. Dita edhe datën. E di datën, o kon dita e pare fillimit të luftës të Trevë Kaçanikut. Në atë kohë dhe komuna e onë të lezit e kon një komune përbashkë në Kaçanik. Unë si student i fakultetit juridik edhe pse një vjetë me vones, jam njësë me shku në provim, se të nesit e kisha provimin të provë atë Arsim Bajrami, bashkë me këshjien tem shok gjeneratës Sabitin poshtë dëshmor. Prej fshatit kemi dorë në rrugë kryesore, i mjip në autobus edhe jam orë dhe në Kaçanik, dhe në qytet. E njëm gjujt me të njëm tonat që apëvonët, kur vim Kaçanik në kontakt me shok të mi, të një luft është dhejtë Postenek, unë e këmë zbrit për autobusit, këmë vazhdu në fshatin Bob, në gajre një vaj, në fshat e emen edhe me bashkëtoftar tjera në bashkangjit, do më thonë ditë e pare luftës o konë që ajo, prej vullnetit madhë, prej torturave, sikur pjesë tjetër që kena vujt, me zë që këmë prit, janë atë aspekte me dolë sot ma patriatë si tjertë, po e kena pasë me vdeko, se një akon njekt për njekt në tortura me prindin vetë, edhe ko 26 shkurti 1999. Cila nisi ka qenë ajo? Unë në fillim kam vinë në togën vëzhgus me komandantën e togët, tash është heroj komit Milaim Ljoku. Pas pak më kalu masen policinë ushtaroke me komandantën Gjabiri Lezën, me agjinë me tjertë. Unë pas një kohë shkurt. Transferimi ka ndodhë mas ofenzivës dytë, mas basokës që ka ndodhë fshatën tonë, kër jam transferu për bazë në Rambuje, që o konë baza e bregatës në 62, prej aty të këmë kalu në policinë ushtaroke. Në policinë ushtaroke. Këllë sot e bojë emblemën e policinë ushtaroke. Cila ka qenë beteja e parë që t'je kënë djekë? Beteja e parë ka qenë beteja non morsit. Mas ramis fshatit i vaj, aty ku na kanë rohë dhe dëshmori parë heroj tani Milaim Ljoku dhe këshërin e Mërlla Kuqi. Ka qenë beteja e parë non morsit. Aty janë vrau, aty na kanë shpërngull, kanë menu shkit me na zhvendos tanve, po ka qenë fatë që herën e parë janë vrau veç 2 bashkëfshatarë të mitë. Tash njëri është hero, tjetër dëshmor të komit. Tash, sa vjeçar ishe? Isha 19 vjeçar. 19 vjeçar. Po, në përdorim të armatimit të pushkës? Për pushkën, për herë të parë, në përdorim ma ka mësu bashkëftarin Nuhi Provëliu, se s'kisha provoj, edhe në takimin e parë që shkoj, po du mu aktivizu me ta, mu ka të regu, do me thonë instruktori i jemi i parë i ka qenë Nuhiu, edhe normal edhe Milaimi, komandanti, do me thonë që ato 5-6 ditë, kam shërbi si roje, si tama të jam stërvit me armatim. Edhe stërvitëshit në gjdo kohë që po, qëta pa. Po si e kujton betejën e parë? Po, beteja e parë ka qenë, për mu ka qenë jërisi, se të i po gjitha beteja në Kosovë, si shka ndodhë, nga prishme gjithë shka, ajo dhe që në ndodhë me 24-ën, po vullneti ishi madhë, dëshira ishe madhe, edhe dishmi që javë vdekje e liri, nuk ka të tërsem, po foli për familje dhe për tem që i nakon për njekë, neve lufta në ka dhe motiv, për me dalë në betejë edhe me vazhdu deri në fund. Të forcoj më shumë ajo? Po, më shumë. Të dha më shumë kurajo? Më shumë kurajo, të i di torturat që i kemi kalu me prindin bashkë, për një ektë bashkë, do me thonë, edhe si student që atë kohën, kur kam banu në Prishtinë 4 muaj legal.
edhe pse isha i ri, u akuzojsha për terrorizëm, që s'kisha të bajnë atë ku mu që kënë. Po, pushteti... Që të ndishnin atje? Po, pushteti në bos shpionëve, tash po thamë shumë publikisht, na kanë gjurmu edhe na kanë akuzu për ata që s'isha u që kënë atë po. Akoma? Po, akoma, s'isha po, a ish vullneti jam edhe piknisja ka mu orientu. Do më thonë, ti e more lajmin në autobus, se lufta ka fillu, zbrite për autobusit dhe drejt. Po, se më nuk ishë mundësi me shku për rrugë kryesore, isha me babën, babës ashtë tjade ka dalë, unë më është në kom, 3-4 shorë na me shku më shatemin atë. Haxhi, Bravo. po si e kur dhe Mirë shumë, ma i fort se kur. ma i fort se kur, ha? Po. Si ndihesh sot? Mirë shumë, falë Zotit punës, mirë njënda. Mirë. Ka ngecë realisht, Kur i kujton ato beteja? Të kujtohen? në kujton betejat fort mirë. Cila ka qenë beteja e parë, më falqe? Betejën e parë e kam përjetuar në fshatin Pustenikës, me 26 shkurt në 89. Në 89. Ajo ishte beteja e parë që morëm rrugën nga Kaçaniku deri në fshatin Kotlin, fshatin e këtij të afërt. Tani vazhduam gjatë natës në Pustenikës. Se aty veç filloi me 26 shkurt, filloi ofenziva e parë në se ishte komunë, si që tha dhe ki shoku, ishte komunë e përbashkët në atë. Po, qashtu. Edhe aty filluam betejën e parë me ushtarin e parë të plagosur, tani është polici i Kosovës, veç në mbot emrin që patim në i ushtari, kam kontaktuar në fshatin e këtij, ka qenë në Bushve. U plagose, ja? Po, ishte i plagosur, po. A e din, përsham, njësit i juve, njësit e tueja, sa kishin çfarë numri apo... Për momente... Tash ishte kohë e vullnetarizmit edhe ma... Jo, ati ka qenë, nuk kemi qenë janë njësi, ishme grupacion në mënyrë ilegale që organizojshme... Po, ati këtu. Se unë për herë të parë, por me kontaktu me pjesëtarët e UÇK-s, kam kontaktu në fshatin Biçec. Biçec. Komunës ka qenë në këtë parë. Ati ka qenë komandant Bardhe, ndjes pas, dëshmor tani, ka qenë zamens komandant Hajrush Kurtaj, edhe të tjerë, ta kuptoj. Une aty jam kyqën, 98-ën. Çfarë the? Unë i bashkohna juve dhe shkoj. Po, aty jam, unë kam kërkuar me një kusherit timin, dua t'ja përmend emrin, Sadik Çallakon, kam kërkuar se ku kontaktoj me grupet. Ku mi gjetu që kënë se du me shku? Edhe na njoftuan që në shtëpijen e dëshmori tani, Fadil Bunjakut, Aty janë. aty janë ta. Edhe shkove i takove. Takuam aty, na pritën në mënyrë më të ngrohtë mirë, biseduam rreth organizimit. Çfarë ndjenje? Ndjenje bukur? Cendretën na U bona ushtari i venit. ndjen ma të bukur kur njës kam dhëtë. Kur i që një tejme, kur i që, absolut. Veç kur e kam pa uniformën, për herë të parë, unë kam pa uniformën gjatë me në ekranit televiziv, po për ta prekur me dorë time, për herë të parë ka qenë atë. Edhe ndjenja me bukur në botë që ka qenë ajo ditë. Edhe ati kur kam dalë nga ato, se na thanë që të keni vëmendjen tash e tutje. Thash, tani edhe thash të mbrasin sërbët. E përmbushën. Po, uniformën, kur e veshe për hirë? Uniformën e kanë veshën pak me vonesë. Deri sa varë, deri sa keni gjetë. Derisa erë nga Shqipëria, erë pak me vonesë, kishim ati këtu me uniformat njerëzve që na i dhuroshin, po për të kompletuar, jam kompletuar me uniformën 26 shkurt në ofenzivën aty fshatit tim. Se ka qenë ofenziva. Kur ka fillu ofenziva në fshatin tim, unë kam qenë në fshatin e këtij. Me 28 shkurt, më falni, kam qenë në fshatin e këtij. Ishmi kohë dreke, edhe na lajmëruan që në fshatin tim filloi ofenziva. Se që në ardhur njësit e UÇK-s ishin vendos në lagjën time. Pikërisht njësit e fshatit nga ky, shoku, ishin vendos edhe aty më larg ka filluar. Edhe na kemi filluar nga shtëpia e këtire Mosgabosha, kam qenë shtëpit këtire të drekuar, veç sa në erë dreka. Edhe aty për aty e kom lanë bashkë me Kusherinin, Sadik Çallakun, Eset Marsiun, dhe shumë tjerë. Tash ka kalu kohë e gjatë, shumë tjerë kemi fillu për fshatin tim. Mirë më Haxhi, thus të veç sa në erë dreka, po kush e bën ta dreka?
Drekën e bëjshin nënat tona, Nënat. motronat tona, që janë heroinat tona janë. Pa to, Po kazerma kush ishin? Shtëpia. kazermat ishin shtëpitë e tona, ishte shtëpi e këtij, ishte shtëpi e ime, jote, ati. Domthon, ato ishin, na ato i dishmi kazerma. E la drekën edhe... Edhe vazhduan po. Edhe pse ishte dimër, acar, mund të them, jam i binder që ka qenë mbora 1,5 metra. Pa se sikur kur e porosita i kujtohet. Edhe- 99-a ishte... Edhe 98-a dimër Ishin do farë pjesë që ne duhet kalosh me ati parë, ishte bora 1,5 metra. 1 metër e gjysmë. 1,5 metra. Po aq vullneti i madh, aq dëshira e madhe për të shkuar, për të ballafaquar me okupatorin, që nuk e nishme as rrugën. Edhe pse kishme armatim, kishme municion, kishme pajisje tona ushtarake, definitivt. Po, Ne i pas po mjaftu shumë ja. ata na e dimi se sa Qa sa më shumë i siguru. Eliverta, e moj po gradecare. Sa të regim i mozaikut shqiptari mirë je? Po gradec. Faleminderit. Tiranë, vjen në luft. E tash përfundovën të tovë. Unë kam qenë studente dhe jam martut të Tetov, po me burrin bashkë rinim në Tiranë. A me burin në rinit? Në Tiranë ajo ishte organizatori i luftës që shkonin nga Maqedonia për të hyrë në luftën A burri për nga është? Tetovës. Të tovar? Po, dhe ishit student bashkë në Tiranë? Jo, ajo ishte të djali dajes tem punonte në Tiranë. Në Tiranë? Unë isha studente, rinja që aty e ne jena njoftu. Aty e njofte? Po, a ishte organizat, pëse ne jena martu, a i ka qënë kur nisi lufta në Kosovë, a i hini për para me e luftë, se unë i kisha 2 fëmijët, i kisha pak më të vegjën, por kur ajo ishinja që fëmijët që vinin nga Kosova në Tiranë, në vendet shqiptare, Shqipërisë, e ne unë thash, po edhe këta janë fëmijë, unë në qofë se kam për të vdek, do vdes edhe këtu, si jam, do vdes, do ngele fëmijët panon. Po edhe me shkut në luft, qofë se kam të vdes, do vdes. E ne kam hyj 1 muaj mbas burrit. Po, burri e dinte që do të vish një ditë? Ja kisha thonë, A ja kisha thonë? 3 muaj ditë, neve nuk na ka ditë kërkush në luftë se kena qenë burre grupa. Au! Po, po, këta e kam ku ishte plus ai i luftëtar, sistemuar? Ku ishte? bashkë në pashtrik ishim. A në pashtrik? Po, se në koshare dilim një pjesët do njerë dilim nga kosharja në pashtrik, kishim shokët jena Po, në cilin vit erdhe në lufta? në 8-ën, Në ditë të 8-ën? po, hyna, një 2 muaj, si u vra një shokë jonë, unë dola për një muaj kam hy prapë. Fëmijët ishin të sa vjeçar? Po, djali i vogël ishte 1 vjet e gjys 2, tjetra saj kam lind 4 muaj. Kush kujdesej për ata? Familja jeme. Kam familjen shumë... Nisoj si ajo dreka e këti, ishte tash familja. Po, Po familja kur i tha që po shkoj 2 fëmijë? nuk e kanë ditë. A nuk e kanë ditë? Jo, E kanë kur ditë jam që paraqit, policesh diku? jo, jam paraqit nga lufta. Pastaj familjen time i kam pas shumë për çështjen kosovare i kanë dash shumë kosovarët, se ne kena edhe preardhjen nga Kosova. A prejardin nga Kosova? Ne jena abrashi, e ne jena... Që ajo ndërsa ka tërhek edhe më shumë, po kur i kam pa nonat, e në fëmijët, e në femrat shqiptare, në atë dhunë të sërbëve, s'mun e kam duru. Si u tove, Tiranë ku? Tiranë drejt në Koshare. Pastaj rruga ishte kriju, hyre? Unë nuk e kam pas problem për armatimin, se e kam përdor, se kam qenë edhe një ushtare atje, një rezerviste e Kosta Enverogjës. A ke qenë rezerviste? Rezerviste Kosta Enverogjës, nuk e kam pas problem. E di e manipulimin në... Po, e në plus i kam edhe shokët i kam dimu, që i kam mësu ta mitralozin, pushkën, automatiken, që ti përdorin. Po kam një shok sot, e kam në viti, ata e përshëndes shumë, se e kam shumë për zemër, se ishte shumë i ri, 17-18 vjetë, Hafizin, sot është, në viti është sekretari OVL-së, e përshëndes ata se a ishte shumë i ri, unë shpesh herë, veshët ja kam hek, i kam thënë se jo të ngrihesh në kom të luftosh, po duhet luftosh më ullët. Ullët, shtrirë. Si gjithë të rinjtë, po më mirë. Kam ka përcit, më kanë dash shumë shokët, me gjithë ata ja dhe këte kam
bashk luftëtar, bashk, kena qënë në luftë. Po kej tetovari që ke bërë? Ky tetovarit pas ka bërë tetovare, kështu me gjuhë me... Po ndoshta nga dashuria që ke pas dëshira që të flasim me dashuria. tetovare, po edhe jam krenare që jam tetovare se një jetë të 35 vjetë gjajti po voj atje. Me gjitha ato që kam jetu edhe në Kosovë, në Prishtinë, Dardani, kam jetu gjajti 10 vjetë. Sa fëmijë keni? 3. 3. 2 djemi kam, një qik. E një të pas luftës, a? Njoni në djalin e kam pas luftë. Pas luftës. Nga aty gjajti me luftën para markë. Cila ka qenë kështu beteja e parë juaja që? Beteja e parë jenja është kur neve Me të shtanat, kur është beteja është me madhja kur neve na humbte do një shok, ata na jepnin një vullnet më të madh që neve t'i dilnim përpara betejës edhe më shumë. Beteja tona janë shumë, megjithatë se shumë pak mbaj mend se shumë kam qenë e angazhuar, ama beteja jonë e para është që kur kam hyrë ditën e parë që nuk i kam njoh asnjë, po plus edhe burrin tim se kam njoh. A se ke njoh pse? Pse me teshat e UÇK-s ka qenë e ne ishte dobësur shumë. Ishte dobësur shumë, a? Shumë. Për 2 muaj ishte një dobësim shumë i madh që ka ushtru për të hyrë. Ajo është për mua një fitore shumë e madhe. Cili shqetësohesh më shumë? Jo, s'kena qenë për shumë më afër bashkë njëri tjetrit. A jo? Jo, se thosha ndoshta do bie unë, do bjerë edhe ai në luftë, e kështu ishim pak më larg rrinim njëri tjetrit. Distancë. Distancë. Po. Ajo është distanca e luftës. Unë i kam ditë ato e ne i kam thënë për herë më tetin. Po ku ju gjeti liria në realitet? Liria na ka gjetë neve, domethënë mbas lufte kena erdhë, kena qenë në fshatin e këtij. Po themi me 12 qershor, ha? 12 qershor unë kam qenë në... Se kjo pjesa ka qenë në realitet sikur... Kaçanik kemi qenë. Momenti më i bukur se forcat e NATO-s hynë... Kaçanik kam 12 qershor, neve kena ardhur edhe në Kaçanik kam qenë në Kotlin. Jena kthy, domethënë, pastaj kena ardhur mbas që atje kena ardhur në Prishtinë. Në Prishtinë. Forcat i shihi, forcat angleze, sidomos, me NATO, po. E kontaktin me to, kur e kishit parë? Unë nuk kam pas shumë kontakt, se jam të rek pasaj se kam lind të djalin, jam largu pak jam të rek pak. Lufta ka momente shumë më të vështira gjithmonë. Shumë. Ato momentet më të vështira bëhen edhe lavdia e luftës, lavdia e lirisë. Jeton, cili ka qenë momenti më i vështirë? Momenti më i vështirë ka qenë 24 morse, mëngjesin 24 morse të rrethimi i fshatit, edhe vrasja e bashkëfshatarëve edhe vllau tim, torturat mizore, masakrimi i tyre. Masakrë, po. Janë masakru shumë aty? Janë masakru, me 24 mars janë masakru 11 martir edhe 11 dëshmorë që kanë ro në betejën e 24 marsit. Këta dëshmorët kanë rezistu, ha? Po, bashkë jena konë aty, rrethimi u konë i fort, forca ka po shumë flite tash me numra, dikun të 1200 dhe 1600 forca që kanë rrethu se i vetë me fshat, që kena posë popullat në atë pjesë, që shtem në tonë lepejtë në djathë, krojë djathë i Kaçanikut, edhe ka zgjatë beteja gjithë ditën, mromi ata që janë vro, janë torturu, i kanë murë, janë konë 2 pusa mbi fshat, edhe i kanë gjuhë në pusa, dika plagos, dika torturu, qysh kanë mujtë ata, po kena gjithë edhe format tjera dhumës që i kanë posë dështupsa me baskija të gjallë që i kanë zonë, që i kanë po dhe print e tonë, familjarët e tonë, duke i torturu, i kanë gjuhë në pusa dhe dikon mromi i kanë mush me eksploziv pusat edhe i kanë dash mi zhduk gjurmët e krimit. Po për fat unë edhe bashkëfshatari im Shahini, që është gjenerat e vllaut tim, kemi shpëtu, jemi konë ofër ngjarjes aty. Ne si do mund ta notën e kemi bën marrë, ne si kemi ra dhe kemi po gjurmët e krimit, edhe kemi po pjesë që sot janë dhimbshme mi kujtu, po në kena çore pa e kujtu historisë brezave të ri, kena po copat trupave të njerëz prej eksplozive darta në les, gjë që sot janë edhe faktet e zhvorrimit masakrumve, që kam një pjesë gjerime të tëneve, ja ku më dorëzu Institutit për krimet luftës, mënyrë ma mizore, dhe më thonë kena përjetu ata, po më e dhimbshme ai që
kur e kena gjithë vllahun, sot është i varros pa kokë, maran se me po prindin, të e nxjerr fëmijën e vet, këto janë raste të mëdhenshme. Tash e kemi pas fatin, kemi pjesë e historisë të dhimbshme për të lavdishme për me jetu. Tash kam fëmijë, me jetu lirien, me kujtu sakrificën, qysh e morë dhe të liria. Haxhi, si përgatitej situata, si një betejë, para një betejë? Ndonjëherë ishin spontane situatat. Ndonjëherë ishin shumë spontane. Se e tregojnë Sepse bëj luftë mbrojtës. Po, tregoj betejën e 8 marsit, që ishte në një fshat mes fshatit tim dhe fshatit të jetonit, Pivoja. Dhe na u kërkoi ndihmë, por ushtarët atjena, ne ishim në fshatin tim, ishim vendosur në njësi, edhe filluam gradualisht të koordinu senet mes vetine, se kam unë dvere okupatori. Edhe pse ishte dimër, ishte acar, ishte borë, them pjesës sharrit ka pasur raste që edhe 2 metrë ka qenë bora. Po fatkeqësisht ato kishin tankat, kishin artillerinë, kishin asoj që ishte vështirë t'i pris. Edhe filluam u pozicionum te vorresat e fshatit Tivaj. Ajo ka qenë beteja për mua personalisht me vështirë. Se kishmi ushtar shumë plagosur, shumë përstepri. Kishmi popullat, ishte mollini i fshatit në fshat, tani është një restorant aty, aty ishin vendos krejt. Domthonë ishte problem për t'i tërhekur qytetarët nga rrethimi aty. Falë Zotit, punës, angazhimit njerëzve që ishim, kemi të rek avashavat. Mas pari kemi të rek plagost, kishmi një bashkëratar të këti, ka qenë shumë i plagost, në ofenzinëve e fshatit tem ka qenë aj, në ser hasaj, ato i të rekë mas pari. Avash. Tani, dihet se sa ishte morali shumë i madh për të përballu senet nga okupatori. Sa ato i kishin me komplet arsenalin e vetë që i kishin. Nuk ishin sikur ne me të numërume. Sigurisht. Fatkeqësisht, po tani të drejtën në tash, nalla thamë vetet, ne, a kësha mundur sot të bëj ata? Sot. Jo, thamë. Më ne përgjigja është thamë, jo. Po ishte vullneti shumë i madh. Shpesh herë me këta, utojshme edhe me 20 kilometra, utojshme. 20 kilometra, edhe pa fije lodhje. Edhe si ka qenë shumë i ri ka qenë. Realisht, sa i ka përfundur shkollën e mesme, ka qenë shumë i ri. Po nuk kishmi lodhje. Po, ishte kohë më të mirë. Vullneti ka qenë i madh, edhe ty po këta me moral. Student. Me moral të madh edhe i ajo ishte mashadit. përgatitja që e bën shmina, hatmirësisht me shok, koordinime gjithherë mashme mes njëri tjetrit, jo në kokën vete, se çdo sa që merr në kokën vete jenë psoj. Po kisha fatmirësisht kisha një lidhje shumë të mirë me shokët e luftës, u koordinoshme. Por ne njësitin tem s'kemi pas asnjë të vranë. Në atë ofenziv, njësitin tem. Kjo flet për organizim të mirë. Po, ka Nazmi, qenë si e ndërtojshit moralin, me majt moralin, sepse lufta ka, kur vriteshin shokët, vriteshin luftarët. Po që ato shokët e luftës dhe motrat tona që kanë qenë luftë me neve, është e vërtet shumë që kur ndëgjeshmi për një shok që ka ra në luftë, së kur Feriz Guri, që i kena vonë një rukëtim prej Kaçanikut e në Tropoj, në Zem Tërzio, Sadek Guri, të drëdhë ke këtë trupi. Edhe aty mendojshe, por natë e ditë nuk kishe gjumë në sy, veç me morë një hakmarrje. Që e cekë Haxhiu pak ma herët, na me 27 në Shkort kemi udhëtu për fshatin e Haxhiut në Gajre. Aty të nesrit na kanë ardhur forcat sërbe. Edhe prej 12-15 deri në mbrëmje kemi luftu me to. Aty ka ra edhe komandanti i policisë Bogi, pinësitit tonë,
Aje pak na edhe një farë vullneti që edhe na me sa të pak orëm kena një farë force. E bojmë. Jo veç ato, se atë dytë ka qenë në ofenziv shumë e fort. Dhe me thonë, ofër 7-8 kilometra prej rrugës edhe prej asfaltit na kanë gjujt atje. Tana ishte ofenziva e i vajzë aty, po ofenzivën e parë që drejt për drejt e kena pasë në Ngajre, me 28-in. E kur i mendojsh e shokët, të dhonë këni forcë që mos... Rania e shokëve, rania e komandantëve, i tip të forca dhe më shumë? Po, në ratën edhe komandant barë dhe... Për hakmarrjen. Edhe ishme, natë e ditë mendojsh me veç hakun qështja marrë në shokëve.